Me martuar në Gjilan. Sot e përfaqësoj Shqipërinë, artistët shqiptar në mënyrë të trefisht. Do të përfaqësohem me grupin artistik të këngëve dhe vallëve të qytetit Gjilanit. Më pas kam një bashkëpunim shumë të bukur me grupin e burrave të Kavajës, do të jetë Shqipëri e Mesme, dhe më pas është vaj dhe mall për Çamërin me grupin Çam. Një përshëndetje për festivalin. Është një nismë shumë e bukur, një rast i mirë për të takuar grupe nga krahinat të ndryshme shqiptare. Dhe besoj që ishte një prezantim i mirë edhe i shoqërisë sonë nga komuna Vitijës, edhe i shoqërive të tjera, të cilat na kënaqën mbron me artin e tyre, me vlerat e tyre. Dhe sonte do mbyllet ky festival, nga i cili po ndalin me emocione dhe kujtimet më të bukura. Kam qenë edhe më parë në Saraon, dhe gjithmonë vi me kënaqësi. Është një qytet vërtet i bukur. Po përshtypje të këtilla kishin edhe gjithë këta djemë e vajza nga komuna jonë që janë për herë të parë, u manetën me pamjet e bukura në këtë qytet vërtet bukur, të këndshëm. Dhe secili prej tyre thoshte që të ardhmen pushime do t'i kalojnë këtu.